Dashi një derë po mbyllet për ty aty ku ke harxuar energji kot, duke u përpjekur të shtysh gjëra që nuk ecin më. Tani është momenti të ndalosh së luftuari me more dhe të kthesh syt nga një rrugë e re që po të thërret. Në dashuri po vjen qartësi, ose një lidhje forcohet me sinqeritet, ose kupton se çfarë nuk pranon më. Në punë, një mundësi e re mund të duket e vogël në fillim, por ka potencial të madh nëse vepron me disiplinë. Mos u kthe te ajo derë që të ka lodhur. Fati yt tani kërkon guxim të ri, jo përsëritje të vjetra. Demi, për ty kjo periudhë është shumë e lidhur me sigurinë emocionale dhe financiare. Një derë po mbyllet aty ku ke qëndruar vetëm nga zakoni, jo nga lumturia. Ti reziston ndryshimit, por këtë herë ndryshimi po të çliron. Në dashuri po kërkon më shumë stabilitet dhe më pak paqartësi dhe ke të drejtë. Në punë dhe para është koha të mendosh më gjatë, jo vetëm për sot, por për atë që po ndërton. Një derë e re hapet kur vendos standarde më të larta për jetën tënde. Mos ki frikë nga lëvizja. Jo çdo fund është humbje, disa janë bekime të maskuara. Binjakët, ti je në një pikë ku mendja jote po e kupton para zemrës se diçka ka mbaruar. Një derë po mbyllet në komunikime, kontakte ose plane që të kanë shpërqendruar më shumë se sa të kanë ndihmuar. Tani hapet një derë që kërkon fokus. Në dashuri, fjalët kanë peshë, thuaj çfarë ndjen, por mos premto gjëra që nuk i mban. Në punë, një ide që e ke lënë pejzull mund të kthehet në diçka serioze nëse e merr seriozisht. Energjia jote është e shpejtë, por tani të duhet drejtim. Radha jote ka ardhur jo për të bërë më shumë, por për të bërë më saktë. Daforia. Një derë po mbyllet për ty në një plagë të vjetër emocionale që e ke mbajtur hapur më gjatë se ç'duaj. Ti ndjen shumë, por tani po mëson se jo çdo ndjenjë duhet mbajtur me vete. Në dashuri, kjo është kohë pastrimi, ose afroheni me ndershmëri, ose largoheni me dinitet. Në familje ose shtëpi mund të ketë një vendim që të kërkon pjekuri, jo vetëm emocion. Një derë e re po hapet për paqe të brendshme dhe më shumë vetvlerësim. Mos e ngatëro nostalgjinë me destinacionin. Zemra jote meriton një fillim që nuk vjen me dhimbje të vjetër. Luani. Për ty, një derë po mbyllet aty ku ke kërkuar vlerësim nga njerëz që nuk din ta japin. Ti e mësuar të japësh shumë energji, por tani universi po të mëson ku të ruash dritën tënde. Në dashuri, është koha të ndalosh lojrat e egos dhe të zgjedhësh lidhje që të respektojnë vërtet. Në punë, po hapet një derë që të lejon të tregosh talentin tënd në mënyrë më të fortë, por do të kërkoj qëndrueshmëri, jo vetëm entuziazëm. Mos u tremb nëse disa njerëz largohen. Jo kushto që të duart trokiste, ishte me ty tani është radha jote të shkëlqesh ndryshe, më i qetë, më i fortë, më i vërtetë. Virgjëresha. Një derë po mbyllet në perfeksionizmin që të ka mbajtur pejzull. Ti ke pritur momentin e duhur, kushtet e duhura, planin perfekt, por jeta po të thotë, nis tani. Në dashuri, mos analizo çdo gjë deri në lodhje. Disa përgjigje vijnë vetëm kur ndjen, jo kur kontrollon. Në punë, një derë e re hapet për organizim, thritje dhe rezultate konkrete, sidomos nëse ndalon së nënvlerësuari veten. Kujdes me energjinë mendore, nuk je robot. Jepi vetës pushim pa faj. Kjo fazë është për të lënë pas vetë kritikën e tepërt dhe për të hyrë në një ritëm më të shëndetshëm, më të zgjuar dhe më fitimprurës. Peshorja. Për ty, një derë po mbyllet në paqartësi dhe në përpjekjen për t'i mbajtur të gjithë të kënaqur. Ke ardhur në një pikë ku duhet të zgjedhësh pa u ndier fajtor. Në dashuri, po bëhet shumë e qartë kush të jetë qetësi dhe kush të jetë vetëm ankth. Mos zbukuro me atë që nuk funksionon. Në punë ose bashkëpunime mund të mbyllet një kapitull që të ka lënë të varur nga mendimi i të tjerëve, por hapet një tjetër ku zëri yt ka më shumë peshë. Ki lulëzon kur ka ekuilibër, por tani ekuilibri nis duke qenë i sinqert me veten. Radha jote është të zgjedhësh atë që të bën mirë, jo vetëm atë që duket bukur. Akrepi. Një derë po mbyllet për ty në kontrollin e tepërt. Ti e ndjen gjithçka thellë dhe shpesh mban fort atë që të frikson ta humbasësh. Por kjo periudhë po të mëson se fuqia jote nuk është te kapja, është te transformimi. Në dashuri, një e vërtet del në sipërfaqe dhe do të çliroj, edhe nëse në fillim të trondit. Në punë, po hapet një derë që kërkon strategji dhe qetësi, mos zbulo çdo plan para kohe. Financiarisht, është moment i mirë për të riorganizuar prioritetet. Ti je shenja e rilindjes dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh, një version i vjetër i jotja po mbyllet që një më i fortë të dalë përpara. Shigjetari. Për ty, një derë po mbyllet të shpërndarja e energjisë në shumë drejtime pa rezultat të qartë. Ti ke vizion, ke zjarr, ke dëshirë për lëvizje, por tani je thirrur të zgjedhësh një drejtim me më shumë seriozitet. Në dashuri mund të kuptosh se liria dhe lidhja nuk janë kundërshtare, nëse je me personin e duhur.
Në punë, një derë e re hapet për diçka që të motivon realisht, por kërkon përgjegjësi, jo vetëm frymëzim. Udhëtime në ndryshime, njohjet e reja janë të favorizuara, por më e rëndësishmja është drejtimi yt i brendshëm. Mos ik nga një derë vetëm se je mërzitur, hyr te ajo që ka kuptim. Brit japi. Një derë po mbyllet me lodhjen e heshtur që ke mbajtur mbi supe duke bërë gjithçka vetëm. Ti je i fortë, por edhe ti ke nevojë të ndryshosh ritëm. Në dashuri, po kupton se stabiliteti nuk mjafton pa ngrohtësi. Një bisedë e sinqert mund të ndryshojë shumë. Në punë, kjo është periudhë e rëndësishme, një cikël mbyllet dhe hapet një mundësi për rritje, autoritet ose vendim të madh. Mos e nënvlerëso atë që ke ndërtuar. Tani është radha jote të korrësh, por edhe të rregullosh atë që nuk funksionon më. Dera e re për ty nuk hapet me zhurmë, hapet me rezultate. Ec me besim. Ujori. Për ty, një derë po mbyllet në një version të vjetër të vetes që nuk të përfaqëson më. Ti ke ndryshuar shumë brenda, edhe nëse të tjerët nuk e kanë kuptuar ende. Kjo periudhë të shtyn të marrësh vendime më të guximshme për jetën personale dhe për të ardhmen. Në dashuri, po kërkon lidhje që të kuptojnë mendjen dhe zemrën njëkohësisht, jo vetëm tërheqje të shpejtë. Në punë, një ide origjinale, projekt personal ose bashkëpunim i ri mund të bëhet derë e madhe nëse e ndjek me disiplinë. Mos u kthe te e vjetra vetëm sepse ishte e njohur. E reja mund të duket e çuditshme në fillim, por aty është rritja jote. Peshqit. Një derë po mbyllet në iluzione, vonesa emocionale dhe në shpresën se dikush do të ndryshojë pa e treguar. Ti je shenjë intuitive dhe shpesh e ndjen të vërtetën para se ta pranosh. Tani është momenti ta besosh atë ndjesi. Në dashuri, po të kërkohet qartësi, zemër e butë, por kufi të fortë. Në punë dhe para, një derë e re hapet kur ndalon së nënvlerësuar i talentin tënd dhe fillon ta trajtosh si diçka me vlerë reale. Kreativiteti yt është aset, jo hobi i rastësishëm. Kjo është një periudhë zgjimi për ty, një cikël mbyllek që të mos humbasësh më veten. Dera e re të çon drejt paqes, forcës dhe një versioni më të kthjellët të vetes.